do t'jetë ai që do t'a çojë flamurin e bardhë në këtë rast? Unë mendoj që vetëvendosja nuk i ka numrat për formimin e qeverisë dhe ka ngul këmbë të mos ndërrimi e emrit të kandidatit për kryetar të kuvendit. Njashto, partitë opozitore, PDK, LDK, AK dhe Nisma, cila nuk po ditë se ka është, po megjithatë është pjesë e ish opozitës, edhe këta nuk i ka numrat që ta formojnë qeverinë. Prandaj është ngërçet e emni, edhe pse fare nuk ka të bëjë me Albolin Agje. Ata kanë thënë që për qeverinë i kanë numrat. Po nëse i ka numrat për qeverinë, atëherë bëja edhe kuvendin, por nuk i ka numrat as për qeveri, as për kuvend. Ata që thonë gënjen, dhe unë e di kush po thotë. Marrëveshja për qeverinë duhet vlerë edhe për marrëveshjen për kuvendin, pra. Ti ç'është dënë me aqit kulin shpisë ku s'ki temel. Kështu që unë e shoh që ato janë veç fjalë. Sa me shti besim të dikush ose sa me bind qytetarin, që këta të tjerë s'po dojnë me votu kryetarin e parlamentit, sepse na qeverinë e bojmë. Pa votoje vetë kryetarin e parlamentit, bën e vetë qeverinë, po kur s'ki numra duhet me fol. Kështu që ju kanë me vetëm fjalë. Prandaj këtu nuk ka të bëj asgjë fare me emrin Albolin Agjeut, se më do është Albin Kurti, në rën kur do në emrin Albolin Agjeut, edhe pse nuk është edhe fort tragjik edhe më votu Albolina se kushdo, po s'kan numra, s'kan marrëveshje, dhe pa marrëveshje s'mundesh me votu kërkon. Ne e dëgjum Fatmir Limen, i cili dha në një intervistë në një kanal televiziv, ai tha që ne jemi pajtu me zotin Kurti që ky me udhëheq kryetarin e kuvendit, me udhëheq kuvendin dhe mos me marr pjesë në qeveri. Por që nuk ishte pasur një marrëveshje të nënshkruar. Po jo, marrëveshje gojore, ndërsa zoti Kurti tha, nuk më ia dhun atë post të lartë zotit Limaj, sepse unë kam edhe parti tjera që kanë deputet më shumë në koalicionit. Kështu që ka qenë një marrëveshje e pa marrëveshje. Dhe për këtë arsye s'ka as kryetar të kuvendit, s'do të ketë as qeveri, prandaj këtu është ngërçe që kanë gjetë. Këtu nuk kanë të bëjnë fare partitë opozitore me këtë ngërçe që ka kriju vetëvendosja me qëllim, sepse ndoshta po i konvenon me vazhdu kështu, nuk e di deri kur, por në det do të ndërprehet edhe kjo ngërç, ndërsa edhe partitë opozitore nuk janë të koordinuar bashkë, nuk janë të lidhura bashkë, sepse edhe nëse Kurti tërheqet dhe marrën jo qeverinë, s'ka kush me marrë qeverinë. Është një parti, është Lidha Demokratike, e cila nuk dëshiron as bashkëqeverisje me VV-n, as në koalicion me partitë opozitore. Kështu që duhet dika mu vendos. Këto në fajtore lon vetëvendosjen dhe partinë e tretë e cila është Lidha Demokratike. Lidha Demokratike mund me zgjidh këtë ngërç. Në qoftë se dën kryeministër, le të merr braj, le të kërkon, po le të takohet me partitë opozitore të atëhershme. Pse më jalon parti straight fine. Po shembull, po ka qef më po kryeministër që urnë merre. Po ajo s'është interesuar. As kryeministri as më dhon vot, as partive që janë në opozitë, as partisë por që është lëvizja vetëvendosje. Kështu që në këto dy parti është që është blloku kjo situatë. Tek vetëvendosja dhe LDK. Po, e shoh që kjo qeveri edhe mu formu. S'ka mandat më të gjatë, s'ka fuqi me mbjetu më shumë se sa vitin ardhshëm në shkorta në mars, kur duhet për me votu presidentja, kështu që duhet më konë një qeveri, edhe pse unë e kom pëlqy që është ditën e parë mendimin edhe idenë e LDK-s, e cila ka thonë duhet një qeveri e përbashkët që me ka përqy këtë ngërës deri në vitin ardhshëm. Po të shohim çka po ndodh, unë nuk shoh shpëtim nga këto fjalë, sepse është lojë me letra, është lojë me fjalë, lojë me mesazhe. Ja unë kam edhe 2 deputet, ja unë kam gjetë 2 deputet. Ku janë ata deputet që i ke gjetë? Sot Dimal Basha thot, i kemi në deputet, një 2 të LDK-ja dhe 2 të PDK-ja që të gatshëm me votu qeverinë. Pse s'po ta votojnë këta kryetarin e kuvendit, nëse i keni jo të gatshëm? Kështu që këto janë 2 fjalë të cilat i thonë të gjithë, as kanë informata. Po pse të mshaft, po bën të qelt. Për shkak të votave që Jo, e pa dënë me vjedh. Më sheft është vjedhja. Vis njerëzit më sheft as vjedhin për zbulohen. A këto që nuk zbulohen ata që votojnë? Më sheft as? Kush është ai djalë guximtar ose ajo vojës guximtare që Tines ka me votu, Tines partisë vet, Tines votuesit vet një parti tjetër. Jo, për këto shkojnë me marrëveshje. Ose del deklaroj publikisht, më fal, mua vjen keq. Po unë tikun tjetër e shoh këtë mos konstituojmë të kuvendit dhe mos konstituojmë të institucionet Kosovës. Unë